Në të drejtën para 99-ës ka qenë pak një histori ma ndryshe në krahasim me 99-ën. Kam pas vështërsi në lindjen e fëmijëve të mi dhe kam rrugtu për një kohë gjatë në për mjekim dhe në 95-ën fatbarësisht mbeta shtazanë dhe bashkëshorti diku në muajin e 4 udhtoi dhe shkoi në Gjermani. Atje qëndroi për 3 vjet. Mas 3 vjetë kur është kthy, ka jetu veç 1 vjet me mua, ka gjetë vajzën veç 2 vjet e gjysë 3, mos gabofsha, dhe 1 vjet ka qëndru bashkë me familjen, sa muj me ditë në gjithë jetën time bashkëshortore, kemi jetu veç 5 vjet me bashkëshortin, fatkeqësisht ai 99 në zhduk. Tash unë i kam 2 fëmijë, i kam vajzën Sabinën që mi ka 2 vajzat mrekullueshme, po e kam edhe djalin Dreloni që ka qenë atë kohë 3 muaj, tash është 27 vjeçar. Historia unë rrjedh për një familjes, 4 vllazën, 3 motra, me 2 prind, fatkeqësisht ata këndru jetë, por deri në 2016-ën, 2017-ën kom qenë me 2 prind. Po ja, gjithë që më ka bo më të fort, ndashta pak ka qenë edhe trashëgimi i prindve, që është trashëgu. Baba ka qenë ndër bizneset më të parë në fshatin Rogov në atë kohë, kur ka qenë zrugtari i parë, dhe ka rrugtu mes Malezi dhe Kosovës, ku shumë qatit shpive ose dyrë ose dritare ka ndërtu, ka rregullu. Mendimi jem që ka qenë frymëzim edhe për mu.